Zoti Kurti është një politikan mbi të gjitha, dhe e them këtë gjë sepse ka ndodhur dy zhvillime të fundit. Një zhvillimi i Departamentit të Shtetit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, i cili thotë që do heqin dorë nga qasjet shtetformuese në Ballkanin Perëndimor, dhe marrëdhëniet do jenë transaksionale, gjë e cila afekton Kosovën ndoshta më shumë se çdo vend tjetër bashkë me Bosnjë Hercegovinën. Dhe zhvillimi i dytë është që Zoti Kurti ka i dorë ato parime ku mbështet hapur lëvizjen vlen, fjala bie në Maqedoninë e Veriut, e cila duket se nuk ka bërë ndonjë përpjekje titanike për të akomoduar kërkesat e drejta të protestuesve student në Maqedoninë e Veriut, përkundrazi ka lënë të zhgënjur një pjesë të mirë të faktorit atje, apo me ndërhyrjet e tij, paktën sipas zotit Rama apo sipas Partisë Socialiste në pushtet të Shqipëri, ku është akuzuar për ndërhyrje në punët e brendshme. Pra, në ndryshim nga kartat e sovranitetit që ai përdor në rastin e Kosovës. Pra, është kjo një qasje me dy standarde zotit Kurti, është një mos kuptimi i realiteteve të reja gjeopolitike, apo është thjesht një sjellje si një politikan tipik pavarësisht narrativës që ai përdor. Mendoj që është krejt brenda logjikës normale të marrjes dhe ruajtjes pushtetit. Megjithatë, pyetja që duhet ngrem ne këtu është a i shërben kjo interesit Kosovës? Sepse zoti Kurti ka pushtet tashmë rreth 6 vite apo jo? A i shërben? Mendoj që mbajtja e Kosovës në këtë gjendjen e hibriditetit, pra ku edhe është shtet, po edhe nuk është krejtësisht shtet, sepse sovraniteti i saj është i kontestuar edhe nga brenda, nga serbët në veri, por edhe ndërkombëtarisht, apo jo? Nuk ka ulse në OKB. Procesi i integrimit në BE është krejt në pikpyetje ose ka ngesur krejt asnjë organizatë kombëtare në 6 vitet e fundit. Nuk flitet fare pra për një perspektivë realiste të integrimit të Kosovës në BE, më rëndësishme se sa kaq për hapjen e një shtegu që të përshpejtohet integrimi i Kosovës në NATO, sepse Kosova ka një problem sigurie. A softon në samitin e Ankaras? Nuk është bërë pjesë. Sigurisht, nuk është bërë pjesë asnjë organizatë të rëndësishme ndërkombëtare. Pra, nëse ne vjojmë dhe delegitimojmë kundërshtarët tanë politik, fitojmë zgjedhjet, por nuk ofrojmë zgjidhje duke thënë që Gogoli është ky. Gjithë në Kosovë edhe në hapësirën shqiptare dinë se kush është Gogoli. Problemi është që lideri politik ose lideri politik bëhet shtetar kur ofron zgjidhje të vështira, sado të vështira të jenë ato, por që e çon vendin nga pika A në pikën B. Në momentin që flasim, Kosova nuk ka lëvizur asnjë centimetër, do thoya, nga pika A në pikën B. E ka shtir autoritetin në veri me forcë policore. Edhe është e drejtë legjitime, nuk ka diskutim. Por në pikturën e madhe të gjës, Kosova mbetet shteti kontestuar. Dhe retorika nacionaliste e zotit Kurti, pavarësisht se duket interesante dhe na pëlqen ne shqiptarëve, pa na prek, na ngjall një lloj admirimi, nuk ka ofruar ndonjë zgjidhje deri më tani. Dhe ne jemi këtu, ne studiusit, që merremi me këtë punë, jemi këtu për ta dekonstruktuar këtë, apo jo, edhe për t'ju thënë njerëzve që shiko, ka merit zoti Kurti në qëndrimet e tij ndaj Serbisë, por duhet të ofrojë edhe vizionin e tij se si dilet nga kjo lloj situate. Pra nuk mjafton që ti jesh kritik. Do duhet të kalojmë tek aktet konkrete të cilat ofrojnë zgjidhje. Për ta lidhur edhe me zhvillimet e ditëve të fundit, këto ditë pam që ishin bllokuar në kufi, kryetari i grupit parlamentar të koalicionit Vlen në parlamentin e Maqedonisë së Veriut dhe 2 deputet në pikën kufitare, dhe arsyeja që ata kishin dhënë se policia shqiptare i kishte bllokuar për shkak të ndërhyrjes së tyre në protestat, i kanë në një farë mënyrë indirekt akuzuar si nxitës të protestave, dhe këto akuza janë shtrirë natyrisht te elefanti në dhomë që ne po diskutojmë, të zoti Kurti dhe lëvizjave vendosje. Ju si e shihni, mendoni, domethënë keni ndonjë evidencë ose me çfarë keni dëgjuar gjatë kohë, duke qenë se dhe studioni këto gjëra nga afër, të ndonjë lloj interferencë politike siç patëm dikur me lëvizjen vendosje në Shqipëri, janë zotit Kurti për të shtrirë influencën e tij? Apo jo? Apo është egzageruar kjo gjë nga ana e qeverisë? Unë mendoj që është egzageruar, nuk ka asnjë të dhënë që të tregojë ose të demonstrojë që zoti Kurti është i investuar seriozisht në rrëzimin e Edi Ramës në Shqipëri. Tani nuk është sekret që marrëdhëniet me zotit Kurti dhe zotit Rama nuk janë shumë të ngrohta, dhe nuk kanë qenë të ngrohta për një kohë shumë gjatë,
për shkak se të dy janë udhëheqës të cilët pretendojnë primatin në hapësirën politike shqiptare.